E refuzu në njerë, të mbanë me. Ke pas momente kur ke thonë vetit dorëzohem? Pishmon, Je pace me vetën? edhe falenderus ndaj bashortës që na kem filluar të fitue 30 euro në mujt. Kur ka ardhur vajza jam në jetë, Brida. Mos prit që t'japin krah, zgjohu dhe ec, bëhu dëshmitar që nga zero t'kesh sukses në jetë. Kështu që përshëndetje gjithë shikues, fillova me këtë thënie për shkak se sot afër meje, kam një musafir special, është një mik i imi, është kënaqësi gjithmonë me pas afër meje Afrim Kulgecin, Afrim faleminderit që pranove me si pjesë e misionit sport. Faleminderit për juve, edhe jeni të mirësearën gjithmonë në shtëpinë e juaj. Afrim, në fakt që shkoj dita, s'po të pës për vjet, po të pës për ditë, që shkoj sot dita? Dita si zakonisht, me ngarkesa, me shumë telefonata, me shumë punë, me shumë angazhime, si çdo herë. Afrim, kur e përmena në Afrim Kulgeci, çka ka brenda historisë së këtij emri? Kush është? Afrim Kulgeci për mua është shumë, për dikant mundet me qenë shumë i vogël ndoshta, po shumë gjona, shumë sakrifica, shumë punë, shumë mund deri këtu ku kemi ardhur. Kur përmeni dal pastaj tek pjesa e sakrificës mundit, prej nga të kemi, prej Suareke. Unë e prej Suarekës, patjetër. Një djalë prej Suareke, Po, një djalë i ri që ka i filluar me Suarekës. zero. Po, patjetër, gjithmonë. Domon Baresha, për ata që dalë tash ma konkretisht, ti je pronar edhe i Bareshës. Po. Çka është Baresha? Baresha është një shtëpi ku e ban distribuimin e platformave, tu përfshi YouTube-in, edhe platformave digjitale tjera që i kemi, ato na i bojmë për artista, për televizione, për influencera, edhe për kategori tjera. Baresha është rrit që nga fillimi, në fakt. Qysh ka ardhur ideja për me hap Bareshën? Edhe pse pikërisht Baresha, që me... Po. Po filloj prej emrit, inspirimin e kemi prej të mollës Nexhmie Pagarusha, më thonë, edhe emrin Baresha e kem marrë normal prej kongës saj, edhe momentin që e kom shfaq këtë emër, që jam të hap një kompani me këtë emër, atëherë kanë fillu disa me njëherë me kërku që m'jau shit si emër, po jo, kom thonë, këtë emër kam e përdorur unë edhe vetëm unë. Edhe na normal kemi fillu prej 2013, atëherë u konë bë music një kohë shumë të shkurt disa muaj, edhe mas ne kemi kalue në Baresha. Baresha. Sa vite tu kanë ndeshtë fakt për me ardhë, me pome dhe vendin në fillim në të në kjo objekt? E mon men ku ke fillu bërel po? Po, na kemi fillu, do më thonë në lokalet e mia të vjetra ku unë jetoj edhe banoj aty. Aty kemi pas një lokal prej 40 metra katror, edhe aty kemi fillu me një punëtor, edhe gjithë më bajshin pse pe pagun këtë punëtor, nuk duhet, unë është mi kry punë vetë, po unë nuk e kom pa ashtu, unë e kom pa që do të me pas unë e dikan aty me mnejt në zyre, e unë me vazhdu me takime, me bo kontrata të reja, me gjithë klienta të rije e këto gjona. Sa ka qenë e vështirë kjo periudha në fakt, besimi njerëzve, besimi artistave? E vështirë ka qenë shumë, po une edhe ma herët jam marrë pak me muzikë si DJ, edhe jam konë pak i kyqën në këtë farë industrie, edhe më konë menagjeri i disa këngëtarëve, dhe më thonë që janë tash në tregun tonë, edhe unë momentin që e kom hop Bareshën, jam marrë vetëm me Bareshën, edhe bizniset tjera që i kom pas, i kom pauzua. Qësh është puna tash me krahasu me punën e menaxhimit, në fakt, edhe këtë pjesa Bareshës e bën një lloj menaxhimi të kësaj, po sa është me krahasu, cila është më e vështirë, cila më e lehtë? Ajo menaxhimi veç i artistave si menaxher apo i gjithanë shumë si? Në fakt, secila punë e ka atë përgjithësinë e vet,
Po jo, pjesa e menaxhimit tash me YouTube është më e ngarkuar se sa menaxhimi i datave ose i nejave për këngëtarët, sepse menaxhimi janë do gjona që gjithmonë nuk janë gjithmonë në dorën tonë, sepse YouTube-in gjithë e shfrytëzojmë si përdorës standard, na si kompani normal që i kem ato partner menaxherat tonë këto gjona, kem drejta më shumë, po janë disa gjona që s'muna na me bot çka dojmë. Shpesh herë disa klienta na keq kuptojnë, menojnë që na mundem me bot gjithçka në YouTube, nuk është e mundur me bot gjithçka. Edhe kanjëherë është shumë zor, po pja dalim. A e refuzu? A e refuzu ndonjëherë? E mban me? Me sa e moj men, nashta herën e parë më refuzuan, herën e dytë jo. Herën e parë, po, domosht që normal që s'të kam besuar. Po. Po gjithë sa ata që na kanë refuzu, ka ardhur koha që ata janë lemru prapë të na, domethënë pa i kontaktu prapë. Afrim, është pjesë edhe emisionit fakt. Çka do të thotë të refuzohesh prej tjerëve ose të mos besohesh prej tjerëve? Se ke fillu prej zero. Po, në fakt refuzimin unë e marr, domethënë si një energji pozitive, edhe më shtin me punua edhe 10 herë më shumë. Unë e duna me cek që në fillim, unë kom pas një biznes tjetër, para se më marrë me YouTube, edhe kur e kom hap kanalin për herë të parë, kom pas disa materiale në kanal edhe ju tregojsha familjarëve që unë jam të i fitu 30 euro në mujtë. Në fakt, jo euro, për $30, që as 30 euro. Edhe kisha biznesin tjetër që isha të fitu shumë mirë, edhe më shkeke shumë mirë e krejt gjonat, po ma shumë më knaqë që në ato 30 euro, se sa fitime tjera që i mashën ashta me faktura shumë ma të mëdhaja që e bajshëm punën me biznesin tjetër, po bashkëshortja Besmira, ajo ta në kohën të i ke më sumerë me këtë punë, që unë e t'japë që të 30 euro veç më sumerë, përdin. Unë besom që më shumë isha i knoqën me qëto 30 euro se sa me këtë biznesin tjetër, edhe unë e pasha që ka diçka në fund tunelit një dritë shumë e madhe që kena me fitu për kësaj punës, edhe kena me bo një revolucion të na në Kosovë edhe në Shqipëri, për arsye se s'po du me sha kërkan, as s'po du me folë për kërkan, po shumë gjona që artistat tonë nuk i kanë ditë, na ja kem treguar, qysh është saksisht çka është e bardhë, çka është e zezë, plus shumë artista që s'kan pas kanale, janë kanë të dhonë kongë kot e kot, i kemi bo me kanala 3, sot ata gjenerojnë shumë të ardhuna pe aty në kanaleve, thjesht e morën një qira shumë të mirë. Afrem, ke pas momente kur ke thonë vetë dorëzohem? Në fakt, nuk më kujtohet në një moment, kështu tepër e ronë, kur janë pjesa e gjejme të vitit 3, ajo është pjesa ma mundimshme se edhe pse ti e kini staf shumë të mirë, shumë të madh, po prapë se prapë klientat shumica kanë qef me kontaktu me tyje, edhe këtë rast që ajo konë pjesa ma komplikume që ke pas shumë stres, shumë kongë, brenda 2 dite më gjiru 200-300 kongë është shumë e mundimshme. Edhe o konë shumë stres, edhe në qato momente në ashta u dëshprojsha pak pse e kom organizu gjatë këtë event e këtë gjona. Qka bën saksisht Baresha? Baresha, du më thonë, po fillojmë për i krejt detaje, është e banë distribuimin, monetizimin, du më thonë, mbrojtjen e kanalit, edhe shpërndomjen, do më thonë, në rrjetet sociale, sa ma shumë që ka nga ty në më u pa sa ma gjërë. Kush dëshiron mund t'jetë pjesë e kësaj të Bareshën, me bashkëpunu me Bareshën? Po, na nuk kem kështu kriter, do më thonë që na e kërkojmë, janë disa kriterë që i kërkojnë YouTube, ato pa tjetër do të më respektu. Na kem edhe plot klienta që ata nuk gjenerojnë kur gjo, do më thonë, po na prap
ju rrim gati, ju përgjigjëm me kërkesat e tyne që i kanë. Je pace me veten? A ki pace me veten? A je Patjetër që po. Çka lumturia për afrimin? Lumturia në fund ditës për mua është ku gjitha punë që i kena pas gjatë javës, gjatë ditës, i kena kry me sukses, edhe në telefon s'ka me më thirrët nesër dikush me më thonë pse s'ka përfundu një punë e tillë. Kanë qenë mos mirënjohës ndaj teje ndonjë njerëz? Po, se në këtë industri pak është problem, ka pas asnjë raste, po. Çka është mos mirënjohja për afrimin? Po, mos mirënjohja është ose ti shkon investon nashta me qindra euro, edhe nuk het çaj projekt ose diçka, s'tash po foli gjithmonë për punën që e baj unë, edhe në fund nuk të ka kontaktu me të thirrë, me të thonë faleminderit që ke investu, po s'na ka hec ose diçka, po më kupton, çajo është mos mirënjohje për mua. Je falënderues? Po gjithmonë. Për çka falenderohesh më shumë ndonjë? Falenderoes ndaj Zotit, më së pari, edhe familjes, edhe shoqënisë, që e kam një shoqëni shumë çnosh, edhe jam falenderues për krejt njerëzve që kanë respekt për mua. Kur e përmend familjen, çka familja? Për një biznesmen. Familja gjithçka, pastaj vijnë tjerat. Familja gjithçka. Po. E përmend më herët edhe bashkëshortin. Po. Bashkëshorta, pajtohesh me atë thonin që një bashkëshortë e mirë është në krah të një burri të suksesshëm. Po gjithmonë unë mendoj ashtu, edhe falenderues ndaj bashkëshortës, sepse biznesin që e baj unë është pak i komplikuar se ki punë me gjithë kanë, edhe nashta jo çdo femër kish mujt me kuptue. Çka është ilaçi i dashurisë në jetë me afrimin? Po flas gjithmonë raportin ti dhe bashkëshortja. Çka e mon dashurinë? Çka e ka mbajt dashurinë me vite të tërë që sot i edhe prind, keni statusin e prindit. Po, unë menoj lumturia e krejt kësaj është kur e mirë kuptojmë njëri tjetrin, edhe nuk kem keq kuptime në çdo send që kanë nashta disa çifte. Kështu. Ke pas lot në jetë? Po, në momentet caktuara patjetër si krejt njerëz tjerë. Për çka ke lutu më shumë ti? Gëzimi më i madh nashta kish me konë është kur ka ardhur vajza jam në jetë, Brida, edhe ajo domethënë e ka ndryshuar çdo sem në këtë jetë. Je baba shembullor? Mundona me konë. Për shkak kohës kanjëherë të kufizune, po mundona me konë. Përveç kohës, çka bën një babë të jetë shembullor ndaj fëmijëve? Po, normal, tu i dhon këshilla të mira, tu kalu kohë më shumë me ta, edhe tu i dhon dashni, gjithmonë. Gjithmonë. Dashnia primare. Po, patjetër. Me mendon me pas, në fakt, vajzën në rrugën tënde ajo? Gjithmonë, po. Po. Se e di që është rrugë e drejtë edhe e mirë, edhe ajo mundet më bëha edhe më e suksesshme se unë. Ke rapi zhmën ndonjëherë në jetë? Pishmon, po, pishmon i kom ra kur ka pas raste që e kom lanë vetën keq për me ndihmu dikujt që në fakt nuk ma ka vlerësu që ato, edhe për ato i kom ra pishmon sepse gjithmonë thojnë tjertë mos e le vetën keq edhe mu bloku për vete për me ndihmu dikujt, e unë e ka pas raste që e kom bo qëtë sen. Pra ke pas raste kur e ka harru edhe veten? Po. Afrim, në fillim të biznisin, fakt, ke pas frikë më shumë nga dështimi apo mendimet e të tjerëve? Jo, dështimi nëne se shas njëherë si opcion që ka me ndohë. Unë veç pozitive menoj, edhe gjithmonë, edhe nashta pse shumë shpesh nashta kemi dështu ose surrealizu diçka që kemi bo plan, po unë e prapë shoh pozitiv. Për një biznes veçuja ashtu të suksesshëm, sa herë duhet dështoj për me arrit të suksesi?
për gjithë ata që na shikojnë? Njeri s'ban mu dorëzu asnjëherë. Unë thash edhe në fillim që na kem filluar të fitue 30 euro në mujt, edhe na s'jemi nol asnjëherë. Ka pas goditja e parë u kon kur na e kem bo mbi 100 klienta, edhe kur një klient ka kërku me ndërprej kontratën me neve, edhe ajo u kon një shok për mua, edhe nuk më isha me akseptu pse një klient po don me u largu prej neve. Edhe po njeri po u dashke me kuptu se gjithmonë s'mundesh me qëndru me dikan që bajsh biznis, se ata kërkojnë diçka më shumë, ose kanë kushte, ose kanë dikan tjetër që i ofron diçka tjetër që nashta na s'muna me ofru. Kështu që njeri nuk ba më dorëzu, se prej atij rasti që u larguaj klient, do më thonë prapë se prapë kompania. Sa bashkëpunime keni sot? Për momentin i kemi mbi 800 klientë aktiv. 800 klientë aktiv. Jo këngëtar, a? Jo, nuk janë gjithë këngëtar, ka televizione, ka që mirën me humor, me muzikë, kuptohet, që i kemi primare, ka kategoritë të ndryshme, domethënë. Që ki raportet me artista, në fakt? Është mirë me punu me ta? Unë mendoj që i kam shumë të mira, edhe gjithë kur më kontaktojnë në telefon, me kënaqësinë më të madhe ju përgjigjna, edhe nuk pritoj me marrë me ta. Ki ndonjë artist që është më zmirnjos ndaj teje? Ka raste tilla, po nuk i marr shumë seriozisht ato raste. Vrem, në fakt, të vjem me u taku edhe me njerëz shumë, takime të ndryshme. Ka raste që ti i she ata persona në fytyrë edhe din që ata pikërisht ata kanë folë keq për ty? Po, në fakt, unë befasona ka njëherë edhe prej, nashta kemi klientë aktiv që mundohen me të qitë poshtë, po unë befasona prej atyne, pse bojnë një gjotë tillë, ku ata janë të lirë me shku dikon tjetër, edhe me punu me dikon tjetër, po ata pra vazhdojnë me punu me neve, më kupton? Jo që na i blokojmë ata ose i thojmë që keni me nejtë pa tjetër të baresha. Po, unë befasona për aty njerëzve, po tash e këmë kuptu që ato nuk ban me i marë seriozisht. Frem, ke fillu biznisin për para apo për pasion? Asnjëherë për para. Do me thonë, na shpesh, kur tham shpesh, shumë shpesh, kryjmë shumë punë, mas ne vinë parët. Sa vinë tek vinë, ajo është problemi vogël. Na gjithmonë e kem kry punën, mas ne i kanë arë parët. Sa orë gjumbo? Po, ma shumë se 7-8 jo. Jo. Sa orë punën? Po, kur vëzhona prej orës 8-9, do më thonë deri në 12-1 mramje, unë jam aktiv në punë. Jo në zyre, po nështë edhe në takime në teren e këto gjona, po gjithmonë ti e përdor telefonin ku ja kryen një shërbim klientit e këto gjona. Një biznismen, në fakt, ki paqe me veten? Po, patjetër. Ke pas një stres, depresion? Stres, po, depresion, po mëna mos me pas, edhe pse shumë ma kam thonë që me punu me artista, kime rënë depresion e kime pas stres shumë e sene. Stres po, se është puna asisoj se të banë stres, po jo, diçka shumë serioze jo. I e trautu ndonjëherë? Në punë jo, po prej shoqërisë nashta ka pas raste po që jam tradhtuar. Prej shoqërisë po? Po. Çfarë tradhtie? Po për shembull, nëse ti ja ke bën shumë të mirë atij personi, atij shoku, edhe ti e konsideru më shumë se shok, edhe për një moment, do më thonë, ti bëhesh i keq për ato, edhe kur e kupton se ai të ka pa vetëm si monedhë, edhe jo si shok. Çka ke mësuar për kësaj? Mos mirënjohjeve që?
Pe kësaj ku mësu shumë që nuk ban me qelë zemrën me plot njerëz, edhe planet e tua, ideat e tua, mos m'ja tregu tjerëve. Tjerëve. Se dështojnë në fund. Po, gjithmonë. Do me thonë, këta e kom kuptu, kur e kom po si thonje, ose kur e kom nipi dikuj tjetër, kom thonë, jo, nuk është e vërtet. Po vikin një moment që pe kuptojshe vetë që planet e tua, ideat e tua, do me thonë, mos me ja tregu kërkujt. Sa shok ke? Unë nuk kam shumë shok, do me thonë, i kam 5-6 shok që i kam shumë të veçantë, edhe që ata i llogaritje më shumë se shok. Dima ma madhe që ka bo dikush ose që i ke bo dikujt? Po, s'muj pa e cek, është kur e kem filluar me ndërtu objektin e Bareshës, atëherë u kon investimi shumë i madh te blerja e tokës, edhe ata persona që ma shitshin kërkojshin mjetet me njëherë, unë s'dojsha me hub si mundësi, edhe i kisha një pjesë nuk e kisha, edhe një shok jemi që jeton dhe pranë aty në Zvicër, që falenderoj shumë, është Gjimi, ai mu ka gjetë, pa i diskutu gjonat heq, më thonë, edhe mu ka gjetë shumë për këtë pjesë, edhe falenderoj shumë. Sakrifica më e madhe? Sakrifica më e madhe është investimin që kemi bërë këtu, sepse kur mbase u takova me persona që e kanë pas këtë tokë për me shit, është kur shkova në shpellë dhe ju thash, unë thash jam të blej kështu, edhe kam e marru një objekt, edhe ishke muj korrik, unë në mujnë tetor thash kam i bërë gjerimet e vitit ri në objekt temin. Edhe seriozisht u konë diçka e pabesueshme edhe ata edhe të thonë hajtë mos baj gore, je qëto mirë, mos investo pa lidhje, tani po ki stres. Edhe unë se kom gu kërkan, edhe unë kom shku e kom ndërtu objektin, edhe kom bo gjithë shka për me ndërtue, edhe për në mujnë tetor, na i kem bo rëqerimet, do më thonë, në objektin tonë. E krahasojmë në kohën kur nuk e pas dhe kohën kur ketash, sa ka ndryshu si karakter afrimi? Apo është i njëjti? Unë menoj që nuk më ndryshu as një tro, sepse ka pas raste që s'kemi pas hiq, po kemi pas raste nashta që kemi pas mesatarisht. Une i vlerësoj dyjat, si me pas, si mos me pas, ka njëherë është mirë një jemi për mos me pas, po jo, për mua, unë jam prap qaj njëjti, prap kam qef me nejt me personat që më rrit, me personat që i kam aty ofër ku jetoj, të më thonë edhe pse ata mira nashta me krejt diçka tjetër, po prap nuk kam qef me ndryshu për arsye të para. Afrem, gjatë kësaj në fakt viti edhe hapave të tu tjetës, çka ke nxjerrë prej jetës? Çka duhet ketë njeriu për të qëndruar njeri në fakt? Unë menoj si në biznes, si në jetë, sa ma i sinqert, të më thonë, jetë gjatësien, në biznes e ki shumë atë modhe, po edhe si person, para tjerve, është sinceriteti, unë menoj që e ban njerin me qëndru i fort edhe me pas gjithëherë një qëndrim edhe një respekt për tjerve. Sinceriteti mendon që ka humbë sot? Pak po prap se cili për vetën. Jem të platformat online, edhe pikërisht e ki jetë pjesë platformës online. Mendon që platformat online po na vrasin si persona, po na kanë rreziku si njerëz? Po, për disa nuk muj me thonë të njëjtën gjë, për disa është bo shumë fit impruerse, po unë e shoh si problem pak ma serioz punën e TikTokut. Domthon aty kem gjëna që po ndodhin edhe po shfaqen
pa kurfar cenzure, edhe kjo na rrezikon neve si shoqëni. Përmend TikTok-u në fakt. Po. TikTok-u në fakt nuk ka cenzurë. Po pse ka humbë cenzura njeriu në fakt? A jemi pikërisht na këta që e plasojmë tek TikTok-u veten? Po, na jem këta, po ka persona të ndryshëm, kategori të ndryshëm që shfaqen aty edhe jo çdo njëri prej tyne është i vetëdijshëm për veprimet që i bën aty, që del, fol, shfaq imazhe ndryshme, video ndryshme. Domthonë është i rrezikshëm se për këtë kësaj TikTok. Po. A mendon që do mbyllet apo ka jetë gjatësi më të gjatë? Jo, unë nuk besoj që mbyllet, sepse ka një audiencë shumë të madhe dhe nuk besoj që ka më mbyll. Mund me ndryshu rregullat, shpresoj që kanë me ndryshu, sepse s'ka 0% kontroll për mendimin tim si IT. Po shpresoj që ka me ndryshu. Dalë në fakt edhe tek prindrit, pjesa e prindërve. Mendon që janë krenar me ty? Unë mendoj që janë shumë krenar. Si e si djalë? Ose si ke qenë në fakt në atë kohë ke qenë më i ri? Po unë jam thash edhe më herë gjithmonë i njëjti. Unë krenona tash më shumë që tash i kam mundësitë më të mira për mi bë ata më shumë krenar që me pas edhe ata një jetë shumë më të lumtur se sa që e kanë pas më herët. Dhurata e parë që i ke bërë kur ke fitu pare? Mban mend? Është po, dhurata e parë është kur ata, si me thonë, jemi konë së të nejtë edhe thash nese keni me shku për në pushim. Në Turki tash e keni të rezervune, tash keni me shkue. Edhe aty në ju erë që di qysh nesër, çka u bon në Turki, edhe kjo konë dhurata që më kujtohet. Çka të kanë mësu në fakt prind? Mban mend? Ta kanë jep një mesazh? Po, prindrit edhe gjyshja jam, dhe më thonë, që s'muna pa përmend, ne nuk i kemi thonë fakt gjyshe, ne i kemi thonë loçk, edhe krejt njerëz që e kanë njoft i kanë thonë loçk, më thonë se ashtu u konë, edhe ajo edhe prindit e mi gjithmonë kanë thonë që nuk ban me i bo keq kërkujt, duhet me menu veç pozitiv, edhe kom pas raste që nashta dikush ka tentu me na bo keq, ose na ka bo keq, edhe prapë konë prindit e mi edhe familja jam që mos m'ja kthy me të keq. Gjithmonë me të mirë. E të bën hapa me Zotin? Po gjithmonë, patjetër. Lutesh? Patjetër. Cila është ai raporti yt me Zotin, në fakt? Çka i lutesh më shpesht? Më shpeshti falenderona edhe mas ne i lutna kur kam diçka shumë nevojë për to, i lutna edhe falenderoj çdo moment, çdo ditë për krejt sanat, për krejt mira që po na sjell. Afrimi, gati na fakt erdhëm edhe tek fundi, po sot sa punëtori ke Baresha, sot sa punëtor ka Baresha, ku gjendet? Po, Baresha gjendet në Suarek, nuk ka lokacion tjetër. Na i kemi 16 persona që punojnë për Bareshën. 16 persona fillim vetëm me njëke. Po. Edhe disa punojnë këtu në ambientet e Bareshës, edhe disa punojnë prej shtëpive. Dhe më thonë, ne kemi disa që punojnë në Gjakov, kemi në Podujev, kemi në Fushë Kosovë, edhe këtu në Suarek. Çka ka me pas risi në Baresha ekipin për më ne kështu? Po, Baresha, na e kemi emru dhe kërë kemi hap objektin, që në vitin 2025 kemi me fillue me një platform të re, me një Baresh të dytë, me një emër 3, Beats Media, që ajo konë për treg, dhe më thonë për krejt globin, jo veç për audiencën shqiptare, edhe konë diçka që artistat kanë mujtë më regjistru vetë, mi shti gjonat krejt vetë, dhe më thonë pa pas nevoj edhe me na kontaktu në telefon ose këta dio. Qysh po mendon globale? Globale që mos me punu veç me muzik shqip, po me pas edhe artista prej venëve tjera të botës. Se kërkesa është shumë e madhe,
edhe na çdo ditë marrëm kërkesa edhe prej hujve për me u lidh me neve, na kem klientat huj, po me këto mendojmë me marrë ma shumë. Ke bërgj? Borxh, Veç bonkës. veç në bank. Kështu në jetë, jo kërkujt, askujt. Asnjëherë. Asnjëherë. Afrimi, cila është ajo filozofia e një biznismeni të suksesshëm për ta drejtuar një ekip të suksesshëm, fakt, siç është Baresha, Bareshën e mban patjetër punëtori. Po gjithmonë falenderoj ndaj ekipës, se pa këta nuk ishim mujt me kon këtu. Na stafin që e kemi këtu kanë punu edhe në zyret e vjetra, edhe e kemi staf, më me thonë, superior. Është zor me menaxhu për arsye se secili ka ato kërkesat e ndryshme, po une gjithmonë jam munu me i nejt offer me kërkesat që i kanë, edhe tu i respektu maksimalisht, jo veç fjalë goje, po kur tham tu i respektu, për me tu i respektu, edhe t'ju përgjigj me krejt kërkesat, me krejt gjonat që ata janë të gatshëm me i respektu ato. Gjithashtu çka unë ju kom propozu stafit tem, është që ndoshta jo çdo kush e ban këto, po unë e shoh si arsye për me i motivu është që i kom shtime bo një projekt, një ide që investimin ka me bo une, edhe me realizu diçka me kriju na vetë si ekip, si staff, që përveç pagos që e marrin, ata me marrë diçka edhe prej fitimeve online që bojmë qatë projekt. Qoftë me kriju një video, qoftë diçka, me kriju komplet si ekip, edhe prej qasaj mundo pjesa për si cilin prej stafit, përveç pagave që i ka. Avrim, erdhën fakt edhe në fund, po pyetja jam kështu, kur e sheh veten në pasqyre, cila do ishte domthon veten në pasqyre ku ke qenë i ri edhe tash, cila do ishte këshilla që do ja japshe atij Afrimit para 7-8 vite? Fakt, do gabimet që i kom bo, do investimet që i kom bo, mos me i bo mo, po tash ka shkuar e ko edhe i tham që vetës çdo herë që me menu shumë herë para se me bo një diçka trej. Me menu shumë herë para se me bo. Po, gjithmonë. Afrim, faleminderit që e hapën fakt derën e shtëpisë, se këto e kalon shumicën e kohës, që na pranove, edhe ty bashkë me familje dhe Zoti çdo hap të jetës. Faleminderit shumë për juve edhe ekipës, edhe jeni të mirë se ardhën çdo herë, unë ju mirë pres, edhe shpresoj që kena me vazhdu me bashkëpunu bashkë. Patjetër. Që shumë me bashkëpunu me neva jem, shtira jo? Jo, jeni shumë pozitiv. Shumë pozitiv, pa presion, edhe na mas ne i spëjtoj me i bo gjona që i kërkani. Faleminderit shumë, Afrimi. Faleminderit edhe juve. Po, shikues dashur, erdhëm deri tek fundi, në fakt, nga kjo bisedë mësuam se duhet të kesh në fakt pjesën e besimit gjithmonë për mani. Po duhet të kesh një shpirt luftarak, luftosh me çdo person që e ke ose nuk e ke në krah, sepse ndonjëherë, po shumicën e kohës njerëzit që ti do nuk të vlerësojnë, edhe gjithmonë do ta humbin atë vlerën që ti e ke, por në fund triumfon ai që është më i drejti tek të tjerët dhe tek Zoti. Kështu që ju ruajt Zoti çdo hap tjetër, dhe unë i falenderoj dy bashkëpunëtorët e mi, Revens Films edhe Onset Music, që pa ta, realisht nuk do isha këtu ku jam. Të tret kemi filluar pas një musafir, sot kemi bërë goxha muaj që kemi çdo javë musafir të ndryshëm. Kështu që ju ruajt Zoti çdo hap tjetër.